Një operacion i përbashkët të zhvilluar një natë më parë nga policia e Elbasanit me qëllim goditjen e një grupi kriminal që operonte në trafikun e lëndëve narkotike. Në total janë vënë në pranga 4 persona, njëri prej tyre banues në Shkodër dhe 3 të tjerë janë arrestuar në flagrancë, ndërsa u sekuestrua 41 kg hashash. Këta persona në bashkëpunim me njëri tjetrin siguronin dhe transportonin sasi të konsiderueshme lëndë narkotike kanabisativa me qëllim shpërndarjen dhe shitjen e saj në disa qytete të vendit nga në jug, si dhe trafikimin jashtë territorit të Shqipërisë. Personat e arrestuar janë shtetasit Arben Guçe, 31 vjeç, Elion Qeva, 29 vjeç, Fram Pietra, 35 vjeç dhe Mark Muraca, 31 vjeç, banues në qytetin e Shkodrës. Ky fundit i kishte vënë në dispozicion një automjet 35 vjeçarit me qëllim transportimin e lëndës narkotike. I arrestuari Arben Guçe, i cili po drejtonte një automjet, ka tentuar të arratiset dhe ka dëmtuar një automjet të policisë. Përveç 41 kg hashashi, policia gjithashtu ka sekuestruar një armë zjarri Kalashnikov me municion luftarak, 2 automjete dhe 2 celular.